Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyyus salihin wa usalli wa usallim ala an-nabiy al-mustafa al-amin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Gjitha falënderimet të takojnë Allahut të madhruar, ai është i vetmi i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin të zgjedhur në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Allahun e madhruar e falenderojmë për të gjitha mirësitë dhe begatitë. I jemi mirënjohës që na ka mundsuar që edhe sonte të vazhdojmë shoqërimin ton në këtë termin të rregullt, gjithnjë duke synu arritjen e më të mirës në përkushtimin ton ndaj Allahut fuqiplot. Gjithnjë duke synu përmirësimin ton të vazhdueshëm, ngritjen e pandalshme dhe ecjen deri ose drejt kënaqësisë Allahut fuqiplot. Gjithsesi, çdo arritje e jona varet suksesi i saj prej Allahut të madhruar. Jemi të gjithë robër të Allahut dhe do të arrijmë aq sa Allahu dëshiron me na dhënë. Në të vërtetë Allahu gjithmonë dëshiron me na dhënë më tepër se sa lypim, po edhe më tepër se sa meritojmë. Ajo që na kemi përgjegjësi në jetën e kësaj bote është përpjekja, nuk është rezultati. Për arsye se ka pas plot njerëz të mirë para neve që me e matë jetën e tyre me rezultate të kësaj botshme, nuk është se dalin kush e di çfarë, megjithatë Allahu i madhruar na i ka prezantuar ata njerëz si të suksesshëm. Ose në jetën tonë, mbasi jemi përballë me situata në cilat kemi pa njerëz që me admirim e shohim përfundimin e tyre, ani pse ata vetë ndoshta nuk kanë arritur me i pa rezultatet. Sido që tjetë neve na mbetet që të ecim përpara, duke udhëtu në kahjen e drejtimin e duhur, drejt kënaqësisë së Allahut pra. Ndërsa suksesi bëhet i garantuar në këtë aspekt krahas asaj që dim, që është fjala krahas asaj që Allahu i madhruar na mëson në Kur'an, edhe krahas asaj teorie që na e kalon në trashëgimi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra suksesi arrihet krahas këtyne duke e gjetë edhe modelin praktik se çysh do të me qenë përkushtime. E dim fare mirë të gjithë, pra nuk na ka mbet pa e sqaru edhe nuk na ka mbet pa e dit, pa e marrë vesh, se Allahu ka shpall libra, ka zbrit libra prej slarti, por nuk është mjaftu veç me libra, po ka qu edhe pejgamber. Nga njerë, ne, njerëzit e thjesht gjatë gjithë historisë, duket se e kam pas më të vështirë, për shembull, po e marr një shembull të thjesht për me parafru këto çka po du me thonë. Pejgamberve Allahu ja u ka dhënë shpalljen drejt për drejt. S'kam pas nevojë ata me shku në shkollë, s'kam pas nevojë me ul në dy xhojt para askujt. S'kam pas nevojë, për shembull, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam as shkrimlexim s'ka ditë. Mosdia e shkrimleximit për njerit të rëndamt është mangësi. Për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam s'ka qenë mangësi, përkundrazi ka qenë përparësi. Për çfarë arsye? Për arsye se në procesin e tij të mësimit dhe të nxënjes nuk i ka vy shkolla, nuk i ka vy as shkrimi as leximi. Për arsye se mësues e ka pas Xhibrilin i cili e ka përcjellë prej Allahut, pra krejt ato çka o dasht me mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai ka mësu krejt ato, sikur edhe gjithë pejgamberët në një mënyrë me thonë automatike, një mënyrë që da së arrim me zbërthy dot, edhe në këtë aspekt neve na duket sikur kemi ngecje dhe neve na vjen ma vështirë për arsye se tonë jemi dëshmitar për me dasht me mësu me lexu Kur'anin sa orë mësimi për do të me i majtë
për mi mësu do shkronja, masani mi mësu do vokale, masani mi mësu që shlidhen ato shkronja, masani do regullat të gjvidit e kështu me radhë, për çka? Mas 1 viti, 2 viteve, varësisht sa mëson njeri me ardhë deri te një aftësi ose shkallësi e një leximit rrjedhshëm të Kur'anit. Ndërsa pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam çka i ka thonë Allahu? I ka thonë la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Mos u ngot me lëviz gjuhën për me majt me në Kur'anin se na e kena marrë për sipër që mos me t'ik kur gjo edhe ti me konë gjendje edhe me majt mend edhe me e recitu kur t'dush. Do thë një lloj garancie interesante, mirë po një gjatë do të mos me harru. Mësimi jonë, me gjithatë është ma i letë se mësimi i pejgamberve për arsye se. Pejgamberve, vetë pejgamberit të vetë, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka thonë, inna sënulqi alejke qawlan thaqila. Ne kena me talëshu ty një fjalë e cila ka peshë shumë të madhe. Fjalë eron. Eron në kuptimin e peshës, jo në kuptimin që thojmë na fjalë eron për dikon që s'flet mirë. Jo, po fjalë e cila ka peshë të madhe shumë. Edhe të gjithë ata që kanë mujtë me qenë dëshmitar të zbritjes e ajeteve të caktume, na kanë tregu se sa vështirë ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e pranu shpalljen. Nuk e ka pas të lehtë. Disa kanë zbërthy, disa dietar kanë bo analiza, kanë thonë kjo për shkak se fjala e Allahut është hyjnore, për cilësi është enxullor, pejgamberi o dasht me ngrit mbi njerëzorën për me arrit një diçka të tillë. Pavarësisht çysh e shpjegojnë ose përpiqen me e shpjegu njerëzit, na do të me e kuptu se pejgamberët e Allahut e kanë pas vështirë. E kanë pas vështirë për këtë arsye që e përmenda, po e kanë pas vështirë gjithashtu edhe se ata o dasht me dhonë model, jo me zgjedhjen e tyne. Allahu i ka promovu ata si model. Allahu ju ka dhonë atyne legitimitet si shëmbëltyr, si yrnek, që do të me konë njerëzit, edhe në këte ata o dasht me qenë shumë të përpikt. O dasht me qenë shumë të përpikt. E këtu në një farë mënyre, s'po flas për vlerë që të mos keq kuptohemi, po këtu qëndron përparësia jonë, përparësia e njerëzve të rëndantë. Jo avantazh, po në kuptimin e lehtësisë, për arsye se kërkosh prej neve s'munët me u bë më i mirë se cili do pejgamber. Në asnjë mënyrë, as mos t'i shkon mendja kërkujt. Mirë po, a e kemi pas edhe a e kemi të gjithë ma lehtë se që e kanë pas pejgamberët, padyshim që po. Kjo edhe për shkak se na i kena marrë mësimet të gatshme. Nuk o dash na me u ngrit nivel kushet i çfarë, mirë po jemi konë të përshtatur. Me qatë nivelin që e kemi pas, me mësimet e fillorës, e të mesmës, e kështu me radhë, derisa mrin njeri aty ku, në një farë mënyre ku synon me mri. Kur jemi të modeli, kur jemi të shëmbëltyra, e dim pa pikë dyshime, se sa ka rëndësi modeli edhe shëmbëltyra. Bile, kush ja ka vënu menën qëto javë të fundit, pikrisht për këtë temë kemi folë, por ju kemi qasë nga këndvështrimet të ndryshme dhe jemi shërby me shembuj të ndryshëm. Ju kujtohet kur kemi folë për Ibrahimin a.s. si fëmijë i prindit, si fëmijë i një babe i cili ka qenë i papërshtatshëm për me qenë prind, i ranë, i vështirë, i cili përveç se ka qenë idhujtar, se edhe idhujtari për idhujtarit dallan, edhe mohusi për mohusit dallan, edhe qafiri për qafirit dallan. Për shembull, po kthehemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mixhallarët që i ka pas. S'po flasëm për ata që i ka pas besimtar, për ata që i ka pas mohus. Mohus u kon Ebu Lehebi, mohus u kon Ebu Talibi. Të dy i ka pas axhallar. Të dy jenë kon jo musliman. Mirë po njëri u kon shumë armiqësor, shumë i qartën. Tjetri u kon shumë miqësor. Halipse mohus edhe idhujtar Ebu Talibi, po ai e ka përkrah shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E tash kur kthehemi te baba Ibrahimit alayhi salatu wasalam, ka qenë një bab zor me i bo sabër as i babe. Zor u kon me i thonë, po Ibrahimi alayhi salam u kon
u konë pejgamber gjithsesi, s'ka pas nevojë dikush me i thonë, mase babe ki, s'ka kuptim. S'ka pas nevojë, se i konë i përzgjedhur i Zotit, ama me sprovu Zotit dikan përafërsisht, që ka sprovu Ibrahimin a.s. për një mend vështirë është pastaj edhe këshilluesi më i mirë, me gjetë forcë edhe me i thonë, ma bre se babe ki. Ani pse unë personalisht e kam shprehi, kur ankohet dikush të baba i vetë, ose të nana, valla s'pëngojnë, ose s'janë rrugë të Zotit, ose janë kundërshtar të fesë, ose kështu me radhë, unë gjithmonë e marrë shembullin e Ibrahimit a.s. edhe i thamë, ai baba jëtë, po supozojmë që është krejt larg feje. A mundet me konë ma qafirë se baba Ibrahimit a.s. Edhe përgjigja gjithashtu jo. Për arsye se për një me zërë me gjeti ma qafirë se ai që e ka përmend Allah në Koran. Që e ka kundërshtu dhe jo vetëm kundërshtu të birin e vetë pejgamber, po dhe e ka kërcënu me vrasje. Po Ibrahimi a.s. me gjithatë na e ka dhonë shembullin më të mirë të një njeriu të mirë që sjellët me prindin i cili në rastin e tij nuk ka qenë njeri i mirë. Edhe këtu na e marrim shembullin e mirë. Po pastaj e kemi marrë shembullin tjetër prapë të Ibrahimit a.s. edhe të Jakubit Kalim the për kujdesin që kanë pas këta si pejgamber për kënd, për evlat edhe pasardhësit. Çfarë shqetësimi, çfarë brenge, çfarë preokupime, edhe çfarë lutjesh ka bo Ibrahimi a.s. për evlat edhe familjen e vet. Pra i kemi të qarta këto. Kemi folë për dy pejgambert që në konë edhe mbretër që në histori ata janë shembull i pejgamberve që kanë thirrë në rrugën e Allahut, po s'kan pas armiq. S'kan pas përplasje të hapt me mohuesit. Jo që s'ka pas mohues edhe kundërshtar të fesë atëherë në kohën e tyne, po këta janë konë mbretër edhe njerëzit të dashtë me umat për me dashtë me kundërshtu qoftë Davudin, qoftë Sulejmanin, alayhim as-salatu was-salam. Davudi dhe Sulejmani janë shembull të pejgamberëve në të njëjtën kohë. Ka pas edhe Ibrahimi pejgamber në kohën e tij, e ka pas Lutin, e ka pas Ishakun, e ka pas Ismailin, e kështu me radhë. Sonte do të flasim për një shembull tjetër të dy pejgamberëve në lidhje gjaku, por lidhja e tyne e gjakut është e nivelit horizontal, për shkak se kanë qenë vllazën. Janë Haruni dhe Musai, alayhim as-salatu was-salam. Edhe i përmend Allahu, i përmend koza shpesh Musai a.s. përmi 130 vende përmendet në Kur'an. Musai a.s. Në kuadër të tyne përmi 130 vendeve, do shta në 10 vende përmendet bashkë me vllahun e vet Harunin. Mirë po në dy rrëfime, njëri në surën Qasas, e tjetri në surën Taha, Allah i madhruar na jep me mësu diçka interesante, po para se mi përmend ata shembuj, po du mi u thonë, Haruni dhe Musai kanë qenë vllazën të nanës edhe të babas. Kanë qenë të dy të bijtë e Imranit, jo ati Imranit që përmendet surja Ale Imran, po rastësi që edhe baba i tyne ka pas emrin Imran. Janë të Beni Israilve do më thonë pasardhës të Ishakut edhe Jakubit, alayhim as-salatu was-salam. Haruni ka qenë më i madh se Musai. Haruni ka lind, na shpesh të i përdor Musa edhe Haruni, për që ata fillova me i përmend Haruni edhe Musai për shkak të moshës. Besoj që tonë e keni pas përshtypje që Musa u dashtë me konë më i madh se Haruni, apo jo? Haruni ka qenë më i madh, ka lind para Musait alayhis salatu wassalam, edhe ka vdek para Musait alayhis salatu wassalam. Haruni ka lind, të dytë kanë lind në atë kohën kur faraoni e kishte pa mo atë ëndrrën, edhe se atë ëndrrën famkeqe, se do të lind një fëmijë nga Beni Israilit që përfundimi i tij edhe shkatrimi i tij do të jetë nëpërmjet atij fëmije edhe pa dhënë urdhën me i mbyt krejt fëmijët meshkujt që u i lindin Beni Israilve. Pastaj dikush i thot mos kështu se s'ka kush me na boj zmet ma,
Thot atëherë një vit do t'i mbytni, një vit do t'i lind një gjallë, e Haruni ka lind në atë vitin që s'ukon urdhni për me i mytë. Do thonë ka lind për shliri edhe është rrit për shliri, në një farë mënyre. Musaja a.s. ka lind në atë vitin që është kon urdhni për me i mbytë fëmijët. Edhe e dim qysh ka rjedh komplet historia e tij prej lindjes e fëmirisë të hershme, e rinis e kështu me radhë, dhe e shohim se sa e mrekullueshme është përkujdesja e Allahut fuqiplot për robën e vet kur ai don me u përkujdes. Edhe e shohim pikërisht ai që e ka ndjek për me e myt, ai vet e ka rrit Musajin a.s. Përdini historinë, për mos me e përmend se historia na merr shumë kohë, edhe ndodhin ato zhvillimet, Musaji a.s. rritet në oborin mbretëror, bëhet djalosh i ri, i fuqishëm, i zhvillum, e vazhdon jetën e tij, një ditë prej ditëve e bën një vrasje pa dashje, gjatë që mundet me ndodh gjithkujt. Dhe kur merret vesh se Musaji a.s. e ka bëu atë vrasje, detyrohet me ik, me u arratisët në Medjen, rrin te Shuaibi 10 vite, martohet me vajzën e tij me kushtin që me i shërby 10 vite, pastaj Allahu i jep si duket edhe evlad edhe pasuni, edhe tashtu u kthy mas 10 viteve, i vjen shpallja. Allahu ja kumton se e ka zgjedh pejgamber. Pejgamberlëku i Musait a.s. ishte i veçantë në kuptimin se të gjithë pejgamberët para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dërgoheshin te popujt e tyre, te popujt e vet, secili te populli i vet. Musai a.s. ishte pejgamber për Beni Israelit, si rrjedhoi e kësaj, por e kishte obligim me i bë davet, me e thirr, me e ftun në fe edhe në besim, edhe faraonin. Ate për cilit kishte ik, edhe për cilit ishte në arrati, edhe cilit i druhej, edhe i cili nuk ishte as pak i përshtatshëm për me pas punë me ta. Për arsye se kur Allahu i shpalli Musait për pejgamber, Musai a.s. tha, o Zot të edin, unë e kom ik për i tyne, e ja u kam një farë borçi, e kam frikë se kanë me më ekzekutu, se unë me gjithate e kom myt një njere, anë pse pa dashje. Edhe Allahu i thot, mos u thot se unë kam me të mbrojt. Ti veç vazhdo punën tone, unë jam me ty. E Musai a.s. aty e bën një kërkesë, e parashtron një kërkesë, thot, o Zot, atëherë, bën edhe vllaun tem Harunin pejgamber, që si kërkesës s'ka bo kërkosh sadione, e lexojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, asnjë pejgamberit të Allahut nuk i është kujtu me bë dua që ndonjë familjar i tyre ose ndonjë person i caktuar me u bë pejgamber. E dime, kemi thonë disa herë që pejgamberlloku nuk është diçka që njëri vetë e arrin. Pejgamberlloku është dhuratë prej snalti. Allahu i madhruar përzgjedh edhe e jep gradën e pejgamberit që është dan. Mirë po është rasti i vetëm që dikush lutet për tjetrin që me u bë pejgamber. S'kan bë as ata pejgamber që i kanë pas evlat pejgamber, domethënë e përmenëm Ibrahimin a.s. s'ka bë dua as për Ismailin, as për Ishakun. Allahu ja ka premtuar. Pastaj Ishaku s'ka bë dua për Jakubin, Allahu ja ka dhënë. Jakubi s'ka bë dua për Jusufin që mu bë pejgamber, Allahu ja ka dhënë. Çdo kon kjo kronologji. Edhe tjerë, Zekeriaj me Jahjain, ose Davudi me Sulejmanin, ose kështu me radhë, ndërsa Musai a.s. u kujtu, tha, Zot, bëllëzar po më vjen, po është urdhë një jatë, ama ban edhe Harunin pejgamber. Në surën Qasas, thot, wa akhi Harunu, hua afsahu minni lisanan, fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukadhibun. Tha, o Zoti im, është edhe vlla jam Haruni, tash po ja përmend Allahut, thot, e kam një vlla Harunin, hua afsahu minni lisanan. Bash për pejgamberllëk,
Unë menoj që ai është më i përshtatshëm se është edhe më orator se unë. Unë di me fol, di me sqaru, di me elaboru, di me debatu, ama ai din halo më mirë se unë. Andaj të lutem o Zot, fa arsilhu ma'ya, bën edhe ato pejgambert bashkë me mu, rrit e ju sot dikoni, edhe më përkrah, edhe më konfirmon, më vërteton, do më thonë, e plotson vërtetësinë e asaj në çka unë kam me i thirr njerëzit, edhe me këto e vrejmë një gjë interesante shumë. E ajo është se madhështia e njeriu të mirë del në pah në mes tjerash edhe te niveli i asaj që ne e quajmë vetmohem. Do të thonë njeri e te i kalon vetën, e te i kalon egon e vet, e kupton kauzën, e kupton obligimin, edhe synim të vetëm e ka qysh qaj obligim me u jetësu, qaj ka uz me mbijetu, pavarësisht kush kam ja bo argatin. Kush kam ja bo argatin, se cili njeri i mirë synon me i bo argat ka uzave të mira, po pavarësisht ku i ka me i dalë zane edhe me i met lavdi. E njeri i mirë nuk e synon lavdin, po e synon suksesin. Njeri i mirë është aq vetmohues sa që e pranon vlerën e tjetrit, edhe pse njerëzit e rëndomt nuk kanë gatishmëri me e bo një gjatë tillë. Sot rrallë gjejmë, megjithatë ky është model, derisa Allahu e ka bo model që ne si njerëz e kemi trashëguar pe pejgamberëve. Atëherë ky është një model i cili sigurisht ka reflektim edhe ka manifestim edhe në jetën e njerëzve të rëndomt. Mirë po, sot rrallë gjejmë me i thonë dikujt, po du me ta dhonë një detyrë, e ai me thonë, valla e kam një shok ose e kam një vlla ose një çka do qoftë, ai është më i zoti se unë për këtë punë. Për arsye se njeriu e ka të vështirë, njeriu i rëndomt, jo ai i mirë, i madhe. Po njeriu i rëndomt e ka të vështirë me pranu se dikush din ma shumë se ai, ose dikush është më i mirë se ai, ose dikush din me fol ma shumë se ai, ose është më i përkushtuar ose kështu me radhë. Madje kur arrin njeriu i rëndomt sot, edhe në kaluamën, kur arrin një grad, ai sikur nuk gjen gatishmëri me nda atë pozicion me kërkan. A u bona unë e dikushi po, unë jam, vesh për një jo ka ven aty, s'ka ven për dy. A Musaja a.s. po na tregon se në radhë parë të mshira e Allahut fuqiplot ka ven për njerëz, mjaftueshëm, jo për një, po edhe për ma shumë. Se ka pas raste kur Allahu ka dërgu pejgamber edhe ma shumë se një, edhe ma shumë se dy. Ka raste, Kurani ka shembuj të këtillë. Kështu që Musaja a.s. edhe e ka përjetu edhe e ka promovu me shumë komoditet edhe lehtësi një gjatë tillë, madje as nuk është një keq, as i ka ardhur marrë, as i ka ardhur i natë, me thonë o Zot, ai vllai jam flet hala më mirë se unë. Është më i aftë edhe më i zoti se unë për me u shpreh, andaj dërgoje edhe atë, do më thonë bane pejgamber edhe atë, në mënyrë që ato fjalë që ne i flasim të dy të bashkë, t'jenë më të besueshme te njerëzit. Pejgamberllok është i këtillë. Thash, vetëm Musaja a.s. e ka bo si lutje dhe si kërkesë, kjo pak ka rëndësi, por ne ndoshta do dujme e marë si mësim në rrumëllazën që aty ku është e mira, edhe aty ku synojmë na me ja dalë edhe me pas sukses, nuk prish punë me thonë, është edhe dikush që këtë punë krahas meje, mundet, ka aftësi, ka zotësi me e bo, edhe nëse e bojmë bashkë, sigurisht që kena me e bo edhe ma mirë. Kjo në një farë mënyre, kjo është niveli i avancumi i edukatës në radhë të parë, i përkushtimit, i vetmohimit, po e eliminon ose ja pret rrugën asaj që nën përditshmërinë tonë e quajmë xhelozi, që njeriu e ka vështirë me e menaxhu. Sidomos aty ku janë të njëjtë, ku janë akrana. Për shembull, dy profesionista të një lëmie të njëjtë,
kanë shumë arsye me u xhelozu. S'po du me thonë që është legjitime, po megjithatë xhelozia është njerëzore, edhe si e këtill xhelozia po thuj se nuk mundet me u shkput për jetës njerëzore, po bën mirë me u menaxhu. Xhelozia është sprovë. Unë tash me e pa dikon që punën që unë e bëj, ai po e bën hala më mirë se unë, sa do që mundona me koni mirë, më kap një farë xhelozie. E ajo xhelozia pozitive është kur njerin e shtin, hajtë bona dhoni i mirë si filoni. Po jo, nuk është pozitive ajo xhelozia e cila e shtin pastaj në hased. Xhelozi, dëshira për me avancu, shndrohet në dëshirë për me dështu ai tjetri. Është një dallim i thjesht, ndoshta edhe vështirë i kuptueshëm, mirë po shumë i madh. Për arsye se është xhelozi fisnike, me thonë, dëbona si filoni, si fisteku, pa s'ka kur gjë të keqe këto. Mirë po, hasedi, ajo urrejtja e begatis, ajo është jo me hecti përpara ku kam rri filoni, po si kur me pas ti dëshirë që ai me automatizëm me dalë dikun mrapa teje. Apo e kuptoni, hasedi është në pikat shkurta me urrejt ose me pas mërzi, pse Allahu i ka dhonë dikujt. I ka dhonë çka do të qoftë, a pasuni, a dituri, a sukses, a famë, a autoritet, a urtësi, a mirësi, a çka do të qoftë. Kështu që hasedi është shumë i keq, edhe është aq i keq sa që Allahu i madhruar na ka mësuar me lyp mbrojtje, o min sharri hasidin idha hasad. Dhe kërkoj Zoti im mbrojtjen tonë të më mbroshin nga e keqja e hasidit, ati ziliqarit kur bën zili. Se është shumë e keqja, shumë e damshme. Musaja a.s. le që s'kishte hased, atë hasedi negativ, pas asit xhelozie nuk kishte. Pse? Për arsye se dashuria e tij për misionin ishte aq e madhe sa që si binten men a unë, a Haruni, kush kena me marr bajrakun ose kush kena me ja dal. Me rëndësi është fjala jote o Zot let ngritet edhe let përhapet sa më shumë në mesin e njerëzve. Dhe pikërisht kjo ishte lutja e Musait a.s. për vllajën e vet Harunin, cilën Allah i madhruar e pranoi gjithsesi, edhe e boni edhe Harunin pejgamber, po megjithatë Musai, edhe pse më i ri, Musai mbeti ai pejgamberi i madh. Pse po e them këtë? Për arsye se Musai është prej ulul azmit, prej atyre pejgamberëve të veçantë që janë veç 5, elita e pejgamberëve, elita e krejt pejgamberëve janë 5. Nuhu, Ibrahimi, Musai, Isai dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Ata tjerë, edhe ata janë pejgamberë, ata janë elitë. Mirë, po këta janë më të mëdhej. Pra, është mësimi i parë që do të duhej me nxjerr na prej rrëfimit të Musait me Harunin, është që kur është në pyetje e mira, kur është në pyetje suksesi, atëherë do të me qenë e parëndësishme se kush po e merr lavdin e suksesit, edhe pse unë konsideroj që në këtë rast, konsideroj se secili që bën çfarë do lloj shërbimi, që jep çfarë do lloj kontributi, që bën çfarë do lloj hizmeti, secili ka me e marr lavdin, nëse jo në mesin e njerëzve, ka me e marr lavdin e shpërblimit të Allahut fuqiplot. Në surën Taha, Allah i madhruar e përshkruan edhe më në detaje lutjen që ja bani Musai alayhi salatu wassalam. I thot Musai, masi e mori përsipër misionin e pejgamberllokut në mes tjerash, masi ju anku Allahut, ja u kam një barë që po tut na kanë me mvrojë kështu ani e kënej, Rabbi shrah li sadri, Zoti im, ma hap gjoksin që me e kuptu mirë une detyrën që e kam. O jesir li emri, dhe ma lehtëso punën. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, dhe ma zgjidh nyjen e gjuhës time në mënyrë që ajo çka unë them të jetë sa më e kuptueshme për ata. Lutje e mrekullueshme, lutjet e pejgamberëve për një mend janë të mrekullueshme dhe janë shumë domethënëse.
Po këtu s'pëndalet lutja e Musait a.s. po vazhdon waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. O Zoti im, bëma një wazir, është përmend fjala në Kur'an, wazir i thojnë ministrit. Është shprehje që përdoret edhe sot në terminologjinë e politikës, ministrit i thojnë wazir. Mirë po, Musai a.s. kur tha wazir e kishte për qëllim për krahës, ndihmues, ndihmëtar. Ma bëj një wazir prej familjes time, bire po të lutem konkretisht bëje Harunin, vllajën tim. Ushdud bihi ezri, forcova krahun me te, wa ashrikhu fi amri. Edhe bëje atë bashk pjesëmarrës në gjithë punën time, në të gjitha angazhimet e mia, në gjitha sprovat edhe sakrificat, po dhe në gjithë suksesin tim. Ashrikhu fi amri, në gjithë shka bëma ortak ose partner Harunin. Këtu e she sa e qiltër edhe sa e përzemërt është dashuria edhe dashamirësia e vllaut për vllaun, që pejgambert e Allahut në të gjitha aspektet e jetës tyne. I përmendëm më herët dashurinë për prind, ose dashurinë për evlad, tash dashurinë për vlla, pejgambert në gjitha këto aspekte janë kon kampion. S'munët dikush me thonë në dunja, valla i kom pa dy vllazën, qysh duhen ata nërmjevetit çuditin, bile duhen ma shumë se Haruni që e ka dashur Musain ose Anasjeltas. S'ka mundësi me ndodh një gjë. Nuk ka mundësi. Pse? Për arsye se çdo virtyt te pejgambert e Allahut është me bollak që kërkosh s'munët me ju bë konkurrencë pejgamberëve të Allahut në cilin do virtyt. Ata, sikur se e dim, janë piktakimi i të gjitha virtyteve gjithsesi. Do më thonë, Musai a.s. e shprehë një dashuri edhe dashamirësi të skajshme për vllaun e vet, edhe atë grad që e arriti me përzgjedhjen e Allahut fuqiplot, ajo grad që ju dhuru realisht, e kuptoi, e përjetoi mirë, e përjetoi këndshëm, u boj vetëdijshëm edhe për përgjegjësitë që i ka, edhe për punën që duhet me bëj, edhe për angazhimin edhe gatishmërinë që duhet me pas për sakrificë, po megjithatë të njëjtën nuk e dëshiroj vetëm për vete, po e dëshiroj edhe për vllaun e vet, kështu që na si njerëz të rëndëmt mundu me marr shembullin shumë konkret në këtë aspekt. Ajo është se çdo gjë që arrim ne, nëse synojmë me e nda me ata që i duam, edhe u adojmë të mirën, absolutisht nuk ngelemi mango mirësi. Dhe më thonë, nëse e ki një diçka, çka do qoftë ajo, e ndan me tjertë me dashamirësi, absolutisht nuk paksohet ajo. Ajo mundet veç me ushtu se Allahu qysh ta ka dhënë ty, ka me ju dhënë mjaftueshëm edhe të tjerëve. Një gjë tjetër që e kuptojmë prej vazhdimit të lutjes së Musait a.s. është ajo që Musai a.s. ka thonë, kej nusebbihake kathiran wa nadhkuraka kathira, innaka kunta bina basira. Tha o Zot, bëje një përkras prej familjes time, vllajën tim Harunin, ma forco krahun me te, bëje partner timin në çdo gjë, edhe në fund çka kej nusebbihake kathira, në mënyrë që ty të madhrojmë shumë, në mënyrë që së bashku ty me të bëtë të sbih shumë, wa nadhkuraka kathiran, edhe me të përmend shumë, me të bëtë dhikër shumë. Innaka kunta bina basira, ti o Zoti ynë kërkosh nuk na sheh, edhe nuk na din si rrjedhoj, ma shumë edhe ma mirë se sa ti. Pra, na dim sigurisht ka, edhe ka pas gjithmonë gjatë historisë, njerëz që vllazën, pra, që e kanë nda të mirën edhe të keqen së bashku. Të mirat e dunjas, nëse vllau ka qenë i pasun, edhe vllau tjetër detyrimisht o dasht me koni i pasun, pse ka dhe raste tjera, po flasim për shembujt e mirë. Me pas vllaun e mirë ja ka pa hajrin, me pas vllaun e pasën ja ka pa hajrin, e kështu me radhë. Mirë po, prap nuk ka shembull më të mirë se ky,
ku vllau lyp për vllaun e vet, por nuk lyp për me u pasunu, nuk lyp për shtet, nuk lyp kështu, por lyp o Zot, kënaqësia ime do të ishte që unë bashkë me vllaun tim ty me të madhru sa më tepër që është e mundur. Edhe unë bashkë me vllaun tim ty o Zot me të përmend, me të bë dhikr sa më tepër që është e mundur. Edhe dashamirësia që të njeriu ka njerë din me konë e natyrshme, sa është veç të pejgambert, sa është veç të njerëz të mirë, sa është veç të besimtarët, megjithatë dashamirësia e besimtarit, e pejgamberit në radhë të parë. Pastaj e besimtarit është e veçantë për arsye se e te i kalon dimenzionin edhe e te i kalon kufinin e mirësisë së kësaj bote. Kalon në dimenzionin e mirësisë së vërtet, që qëndron në madhërimin e Allahut fuqiplot, në shërbimin ndaj fesë të Allahut, në përpjekjen edhe angazhimin për me ngrit lart edhe me e çu përpara fjalën e Allahut fuqiplot, e këto në mënyrën më të mirë e ka thonë Musa alayhi salatu wassalam. Ata dy vllazën të bekum alayhi salatu wassalam si pejgamber padyshim që patën punë, patën angazhime, patën sfida, patën sprova, patën besa edhe ndarje rolesh. Allahu i madhruar e thirri Musa alayhi salatu wassalam në një takim në cilin ai u dashke me prit 30 ditë, e që e zgjati edhe për 10 ditë tjera 40 u banën. Në të gjitha këto, Musa alayhi salatu wassalam e la vllain e vet Harunin përgjegjës për Beni Israelit, pasi kishin dalë prej faraonit. Pra kjo ishte ndarja e roleve për arsye se Musa alayhi salatu wassalam kishte takim me Allahun, kishte me marrë Teuratin. Pra ishte bo pejgamber, po Teuratin ma vonë e ka marrë. Edhe Haruni me shumë përpikmëri, me shumë përkushtim, e krynte detyrën e vet. Mes tjerash ishte shumë i interesum që në mesin e Beni Israelve mos me pas përçamje. Ai konsiderante se si popull mjaft kishin vujt, duke qenë në një robëri disa shekullore mbase te faraoni dhe populli i tij, dhe tash u shlirun, vllau ju bo pejgamber, ky u bo pejgamber, sfid me i thirr njerëzit në fe dhe në besimin e drejtë, posaçërisht ata njerëz që ishin gatuar në robëri, e kishin zor mu mësu me jetu të lirë, ishin mësu me kon imitues, për atë arsye sa po dolën për te detit, kur i shpëtoi Allahu prej faraonit, i thanë o Musa, do më thonë, kalun ka një popull i pan të i bot do manifestime i dhujtare rreth disa idhuj, e thanë o Musa, na i bon edhe neve do zota, që sa të miri pas kanë ata. I këshyri Musa alayhi salatu wassalam, para mendoni çfarë ndjesie ka mujt me pas Musa alayhi salatu wassalam. Ata që e pan edhe e përjetun me sytë e tyne për krahjen e Allahut, mrekullinë e Allahut, qysh Allah i shpëtoi, sa dulen anë i thanë o Musa, po na i bën edhe neve do zota, e harun Allahun me njerë. E Musa alayhi salatu wassalam ju tha, innakum qawmun tajhalun, pa sa ignorant jeni. Çtash Allah ju pështoi, halasini tërë çysh dohet, po lypni me ju bo zota përveç Allahut, po e harroni Allahun. Megjithatë, ata ishin njerëz puna me të cilët kërkonte sabër shumë. Haruni alayhi salatu wassalam këtë sabër e kishte me bollëk, përpiqej deri në maksimum me i majt bashk, me i majt tub, me gjithë gabimet që i banën. Sa ata e banën pastaj edhe një gabim tjetër në idhujtari, e marrun atë viçin prej dukatit, jo marrin njëri se edhe mjeshtrit janë turlifare, kanë herë dia edhe shkallësia dhe aftësia e dikujt mundet me qenë e kopshme. Se jo marrin një farviçi i cili ishte i hapun ka 2 anë, edhe ka goja edhe ka bishti, kur fryn të era, a i lëshon të një farë tingulli interesant, këtyri ju doke i mrekullia dhe që kjo ka zat. E udhu billah. Edhe fillun me i boj ibadet, kur erë Musa alayhi salam, kur i pa në atë gjendje, ajo shpreje që thojmë na e lan met, se boni një veprim të pa kontrollum, ja kështë thonë Allah i madhruar Teuratin të shkruam disa pllaka, edhe e muri gjujtin tokë prej zemrimit të madh ato pllaka. Për me paramendu që ka bo Musa alayhi salatu wassalam, paramendoni sot dikush me e pas mushafin dorë, Kur'anin me e pas në dorë, edhe pe habis të madhe me e gju mushafin dorë. Vepër e ranë shumë.
Po, kur e bën njëri pa paramendim, masaneja e merr tjetër trajtim, tjetër tretman. Edhe prej zemrimit të madh, mas pari shkoj të vllajve, atë kapi për flok edhe për mjekra. E shkuni, thatë, ja, jenë veti, për çka të kom lënë aty mas tyne. Haruni i tregoi, tha, o vlla, mos më merr në qafë se nuk është gjendja e tyne, nuk është pasojë e mos punës tem. Bile janë kanë edhe të më vra për këtë punë, mirë po unë të më munu, nuk kryesorja Musaja alayhi salatu wassalam e pa se me që thate njeri nuk do të me ungut, sa do që mundet me konë fisnike ajo që të shtin me u zemru. Që me i pa njerëzit të bo shirkë për një me ashtë për mu zemru. Po filloj me kërku falje për vete edhe për vllaun e tij. Tha Allahumma ighfirli wa li akhi wa adkhilna bi rahmatike fi ibadika as-salihin. O Zotë jem, falem mu, edhe fale vllaun tim, edhe na fut njëve me mshirën tënde në mesin e robërve tu të mirë. Ishin këto veç disa shembuj, nuk po du me zgjatë ma shumë, ishin disa shembuj të një modeli se qysh funksionon vllaznillaku. Në tonë e dim se krejt lidhjet, nëse dojmë me bo krahasime, atër lidhja e besimit është lidhja ma e fortë. Por kur bashkohen ma shumë se një lidhje, për shembull, me e pas vllat nënëse të babës, e plus me e pas edhe vlla musliman, ajo është lidhje ma e fortë. Haruni me Musajin, alayhi salatu wassalam, ishin të babës të nënës, po ishin edhe pejgamber. Ishte lidhja ma e fortë që mund të ekzistojnë mes njerëzve. Po megjithatë, unë menoj se Islami neve na e mëson, na jep një mësim të rëndësishëm shumë, ajo është se çdo lidhje, çfarë do të qoftë ajo, a e gjakut, a e fqinësisë, a e miqësisë, a e besimit, a e kolegialitetit, çka do të qoftë, çdo lidhje do të me bo bazë për me bo lidhje tjera. Pra, nëse me një njeri mundën me të lidhë 5 gjana, e ti si ki 5, po i ki 4, rujtë që ato 4, puno me bo edhe lidhin e 5. Po nëse me një njeri mundën me të lidhë 5 gjana, po ves një e ki. Për shembull, e ki dikon që as është musliman, as se ki fare fis, as nuk e flet gjuhën tone, as nuk i takon kulturës tone, po thjesht e ki kojshi. Okej, çaja është lidhje, munot është mbi që të lidhje me ngrit ato tjera. E ki një tjetër që as kojshi se ki, po e ki koleg të punës. Bane qëto lidhje e munot masanej me ngrit ato lidhje tjera, për arsye se Islami, qëto nëse e kuptojmë, shumë gjana do të rregulloheshin në jetën tonë. Islami afron, nuk largon. Islami bashkon, nuk përçan. Islami miqëson, nuk armiqëson. Qështu është, qështu na ka mësua Allahu, qështu na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qështu ka jeta e pejgamberve. Andaj këtë duhet ta aplikojmë edhe në jetën tonë. Allahu shpërbleft për momentin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.